Po presim rezultatet zyrtare. Atë do t'ulemi së pari brenda koalicionit dhe do t'i diskutojmë. Opozita do të bënte mirë në mos vendos të kushtes. Kemi pasur zgjedhje tërësisht të panevojshme, të cilat është ditur që në fillim që nuk kanë për të sjellë ndonjë ndryshim të madh në përbërjen e kuvendit të ardhshëm. Përveç është koha që me diskutu seriozisht edhe me heq dorë nga mentaliteti bllokues. Qytetari e ka thënë fjalën e vet për herë të tretë, e ka thënë fjalën e vet qartë, fituesi i këtyre zgjedhjeve po shihet. Po presim rezultatet zyrtare, po presim certifikimin e tyre edhe po dua të besoj që ishte hera e fundit që shkojmë në zgjedhje të panevojshme dhe në fakt edhe jo racionale dhe jo të kuptueshme për qytetarët. Se cilët do t'jenë hapat që do të ndjekim, atë do t'ulemi së pari brenda koalicionit dhe do t'i diskutojmë dhe pastaj do t'ulemi të diskutojmë edhe me partitë opozitare, edhe do të jemi përsëri do të jemi të përkushtuar dhe të angazhuar që të gjejmë mënyra për ta njeriu kur hyn në negociata hyn me vullnetin për të gjetur zgjidhje, të cilën unë nuk mund ta paragjykoj sot, sepse në bazë të deklarimeve në media po duket sikur po të ngjashme i kemi pasur fatkeqësisht edhe pas zgjedhjeve të dhjetorit. Fatkeqësisht ne jemi të interesuar të diskutojmë me partnerët tanë potencial, pa diskutuar paraprakisht me mediat. Rani e kërkon që me diskutu me njerëzit direkt, në vend që me ju dërgu mesazhe përmes mediave, edhe ne këtë rend do ta respektojmë edhe me seriozitet maksimal do të angazhohemi përmes mediave. Opozita e ka kurzuar me projektin e gazit, ai nuk e gatshëm me projektin e gazit amerikan. Opozita do të bënte mirë në mos vendos të kushte, sepse vendosja e kushteve, kurzimet janë parakush shumë i keq për fillim negociatash. Unë mendoj që qytetari i Republikës Kosovës dhe ai është ai që vendos, nuk jam as unë, as opozita dhe as kush tjetër, qytetari e ka thënë fjalën e vet dhe do duhej si politikan të përgjegjshëm të vendit tonë të ulemi dhe të diskutojmë se cilat janë rrugët më të mira dhe përsëri pasi të kemi diskutuar, natyrisht që do ta informojmë edhe publikun, por hapat e parë bëhen në fillim dhe hapat informues bëhen më tej. A keni emrimin e ambasadës amerikane për gazin? Shikoni, ne kemi diskutime jo vetëm rreth gazit, por edhe për rreth shumë temave të sigurisë me të gjitha aleatët tanë, jo vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe ne kemi treguar gjatë 5 viteve të fundit që me shumë përgjegjësi dhe me shumë seriozitet, jo vetëm që diskutojmë, por edhe marrim vendimet bazuar në interesin e Republikës Kosovës.